Drejtori mjekësor është Ardian Shefkiu. Edhe ai e ka mbulu ton kohën, edhe kam shef si rast, e që ka bëj, pësi ka shti në fioka në prase, e dinajma. A i keni ju me e-maila këto adresime? Plus, po i ka, që me e-maila. Mërja ka deponume, i ka ankesat e palve, që i kanë shku pe shërbimit logopedisë. Çka ka drejtori mjekësor Ilason? E ka një falidhje familjare që më diu. As një lidhje familjare nuk e kam une me zotin Shefkiu. Bashkur pa lidhje familjare s'ka. Une jam i Përrepnicës, a i ka dojtë Përrepnicë, une jam i mahallë Zubagve, a i ka dojtë mahallë Shabanoviqe, kur lidhje familjare s'ka une me ta. Absolut. Betimi për drejtësi ka kontaktuar edhe me Ardian Shefkiun. Unë jam drejtori i SHK-s mjekësor. As nuk merra me këtë çështje, aty janë organet e SHK-s, ku është i punë shumaj, ka një administratë SHK-ja, ka drejtore, ka zy personeli, ka komisionet që do të më marrë, nuk ka kanë më marrë me këtë çështje. Se nuk i drejtori mjekësor askush për ankesa probleme tjera. Behrama i thot se për të gjitha ankesat kanë qenë të njoftuar e gjithë hierarkia e SHK-s. E nuk është që se kanë ditë, po nuk po dojnë me ditë. Ajo është tjetër sa. Nuk është e vërtetë që nuk e kanë ditë. Drejtori i SHK-s ka qenë informuar për ankesat? Krejt dhe ka qenë normal se kjo ka qunë CC. Ish drejtori i QKUK-s Osman Hajdari ka thënë se për të ndarë detaje për këtë temë i duhet leje nga drejtoria e SHK-s. Megjithatë, këta të fundit nuk e kanë dhënë këtë leje. Por Osmani gjatë bisedës telefonike ka thënë se logopedi Fazliu ishte mbuluar nga ish drejtori i ORL-s. Fatkeqësia më e madhe ka që koni drejtori i ORL-s në aspektin e menaxhimit jo mirë, dhe zakonisht ka bërë simbolisa. Pastaj s'ki mujtë si tush me të i kalu ato për dhe se ka pas një vërdet të thonë që unë jam që unë për shembull për arsimit për logopedi nuk kam as një shkret vetë, as një ankesë, as kryq, as të raportun, as kërqa. Mirë, po nuk jenë adresun vi zyrtare, për me marë më asa do të shefi. Edhe me qënë komision disiplinore dhe këto, të më këtë ti ma ka dhënë informatë Zaidi, a dhënë e këmë ty drejtori që më ka raportu direkt, a më ka thënë është imbolun, unë i këmë dhënë leje. Ndërsa drejtori i SHK-s Elvera Azizi, i kontaktuar nga betimi për drejtësi, kërkon që komunikimin ta zhvillojmë vetëm përmes zyrës për media. Po më vjen keq, me këtë punë mirët zyra për media nderume, Po e kam qartë mirë, po politike organizatës me cilën na ata e kërkon normalisht konfirmimin e ju. Gjithçka që shkon nëpërmjet tyre. Po kemi Që faleminderit për mirëkuptim. Po, faleminderit për mirëkuptim, vazhdoni me ta, i merrni krejt informatat prej tyre. As drejtori i ri i QKUK-s, Mentor Zeinullahu, nuk ka pranuar të flasë duke thënë se të gjitha kërkesat të drejtohen me post elektronike. Përveç një vërejtjeje me shkrem, as një hetim ndaj Ilyasa Fazliut, i cili edhe sot vazhdon të mbrohet dhe nuk ka gatishmëri të flitet për shkeljet e tij, deri më tani të pretenduara, pasi SHK-UK refuzon të hetoj dhe trajtoj këto raste, ashtu si që refuzon t'ju përgjigjet kërkesave të betimit për drejtësi për t'i dhënë përgjigje publikut. Ankesa për Fazliun ju janë drejtuar edhe drejtorit të ri të ORL-s, Arsim Elezaj. Ai për betimin për drejtësi jep një përgjigje kontraverse, kur njëherë thot që s'ka pasur ankesa dhe pastaj që kanë trajtuar 2 ankesa.